A e dini që kjo lule që e ka sjell dielli në tokë shëron mykun e lëkurës dhe unë kam këtë super produkt. Por nëse nuk keni mundësi ta blini tek merja, unë du ju tregoj me doktorin se si ta përgatisni në shtëpi. Lulja e basanit është përdorur historikisht për mbylljen e plagëve dhe të puçrave. E pse mos t'i bëjmë të dyja së bashku neve këto? Kjo bima që quhet krenaria e maleve shqiptare rigoni lufton mykun në organizëm, të vemi tek mendra ermir dhe njëkohësisht edhe tek angjinarja, e cila na ndihmon me largimin e toksinave nga organizmi. Në një kavanos do të hedhim 40-50% të luleve të kalendulës. Do të shtojmë vaj ulliri dhe kjo është mirë të përzihet 2 deri në 3 herë në ditë. Ky vaj është mirë të qëndrojë në diell. Nga ky vaj mund të pim afërsisht 2 lugë çaj në ditë, një në mëngjes para buke dhe një në mbrëmje para buke. Për sistemin tretës. Nga vaji që ne kemi përgatitur, mund të prodhojmë kremin. Duhen 3 javë që të bëhet gati kjo. Po marr edhe këtë se e kam gati. Në veçanti shputa e këmbës, thonjtë e këmbët, gishtat Kundra mykut. Kundra mykut. Të shikojmë. Çfarë arome. Më vjen aroma e rigonit. Patjetër, ja që i treguat sekretet edhe i trumzës. Edhe i trumzës. Dukshmi.